Në emër të Universitetit të Shkodrës Luigjë Gorakuqi, të Senatit Akademik, të trupës pedagogjike dhe të studentëve tanë, ju shpreh mirënjohjen më të lartë për gjithçka keni bërë për Shkodrën, për historinë shqiptare dhe lidhjet kulturore mes Shqipërisë dhe Italisë. E nderuar profesor Nadin, me këtë titull, Universiteti i Shkodrës ju pranon në bashkësinë e tij akademike me nderim, përulje, mirënjohje dhe respekt të thellë. Faleminderit. Senati Akademik, me vendimin nr. 35 datë 29/1/2026, vendosi të miratoj dhënien e titullit doktor honoris causa të USH-s për profesor Lucia Nadin. Universiteti i Shkodrës Luigjë Gorakuqi akordon profesor Lucia Nadin titullin doktor honoris causa me këtë motivacion: për lidhjen e veçantë të zonjës Lucia Nadin me shkencat historike dhe albanologjike, të cilat janë të thella dhe të dokumentuara nga zbulime të vyera dhe në botime të vlefshme, ndër të cilat spikasin për nga rëndësia statutet mesjetare të qytetit të Shkodrës. Aja ka hulumtuar si askush tjetër në arkivat e Venedikut, duke na sjell një sër dëshmish të panjohura dhe duke arritur të përcjell tek lexuesi dhe studiuesi i historisë sonë kombëtare sinteza të vlerëta historiografike, të pajisura me aparate kritike që dëshmojnë njohuri të thella, aftësi analizuese, vizion dhe intuit shkencore. Shkodër me 25/5/2026. Grazie. Dozvojmë profesoreshës, pra dhe njëherë titullin doktor honoris causa.